Kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami po qëndron për vizitë zyrtare në Republikën e Austrisë, ku zhvilloi një takim miqësor dhe shumë të frytshëm me kryetarin e komunës së Hornit, Gerard Lenshik. Gjatë takimit, të dy kryetarët diskutuan për themelimin e bashkëpunimit ndërmjet komunës së Tetovës dhe asaj të Hornit, me theks të veçantë në shkëmbimin e ideve dhe nismave të përbashkëta. U theksua rëndësia e përgatitjes dhe realizimit të projekteve që do të kontribuojnë në zhvillimin ekonomik lokal dhe përmirësimin e jetës së qytetarëve në këto dy komuna. Kryetarët Kasami dhe Lenshik shprehen gatishmërinë për të intensifikuar bashkëpunimin në fusha me interes të ndërsjellë, si zhvillimi ekonomik, arsimi, kultura dhe menaxhimi qëndrueshëm urban. Ky takim shënon një hap të rëndësishëm drejt krijimit të partneriteteve konkrete që synojnë përfitime të ndërsjella dhe një zhvillim të qëndrueshëm për qytetarët. Komuna e Tetovës mbetet e përkushtuar për të forcuar marrëdhëniet ndërkombëtare dhe për të eksploruar mundësi të reja bashkëpunimi në funksion të mirëqenies së përgjithshme të qytetarëve të saj.